Një moment I papritur ka tronditur skenën e showbizit, kur Bia ka puthur limin në qafë, duke shkaktuar reagime të forta nga Alba. A është kjo një hakmarrje apo thjesht një shenjë e miqësisë? Kjo situatë ka ngjallur kurreshtje dhe diskutime të shumta në rrjetet sociale. Ngjarja ka ndodhur gjatë një aktiviteti të përbashkët, ku Bia dhe Alba ishin të pranishme. Puthja e Bias ndaj Limi ishte e papritur dhe ka shkaktuar një valë reagimesh. Ajo që e bën këtë moment edhe më intriguese është reagimi I Albës, e cila duket se nuk e ka pritur as pak këtë veprim. Pas puthjes, Bia ka lëshuar disa zëra që sugjerojnë se situata ishte më e komplikuar se sa duket. Ajo ka theksuar se Alba e uren këtë veprim, duke e bërë situatën edhe më dramatike. Kjo ka hapur dyer për spekulime mbi marrëdhëniet e tyre dhe dinamikën e grupit. Çfarë ndodhi pas kësaj puthjeje? Reagimet e ndjekësve në rrjetet sociale kanë qenë të shumta, me disa që e mbështesin Bian dhe të tjerë që e kritikojnë për veprimin e saj. Kjo ka sjellë një debat të gjallë mbi etikën e veprimeve në publik dhe marrëdhëniet mes miqve. Një nga pyetjet kryesore që lind është: a është kjo një strategji për të tërhequr vëmendjen e mediave dhe publikut? Bia ka qenë gjithmonë në qendër të vëmendjes dhe ky veprim mund të interpretohet si një mënyrë për të ruajtur statusin e saj në showbiz. Ndërkohë, Alba ka preferuar të qëndrojë e qetë dhe e distancuar nga situata. Ajo nuk ka bërë asnjë koment publik, duke lënë hapësirë për spekulime dhe interpretime të ndryshme. Kjo qasje mund të jetë një strategji për të menaxhuar imazhin e saj në publik. Megjithatë, puthja e Bies ndaj Limi ka hapur një diskutim më të gjerë mbi marrëdhëniet dhe dinamikat në botën e showbizit. Ajo që ndodhi mes tyre është një shembull I qartë se si veprimet e një individi mund të ndikojnë në marrëdhëniet e tjera dhe në perceptimin e publikut.